Sot do të flasim për një temë e cila ka të bëjë me çarjen ose plasaritjen e themrave të këmbëve, e cila haset shpesh tek ata njerëz që qëndrojnë gjatë në këmbë, që vuhen nga ndonjë sëmundje e diabetit ose ndonjë çrregullim i tensionit të gjakut dhe ka të bëjë me gërshëtimin e thatësisë së lëkurës të lidhur me prishjen e këtyre parametrave homostatik të njeriut, qoftë në lidhje me sheqerin, qoftë në lidhje me nivelin e kolesterolit, qoftë me obezitetin. Nëse ne do të dimë për shembull që ta mbajmë peshën e trupit brenda normave, nëse ne do të dimë që atë këpucën ose sandalen ta veshim mirë që këmba të mos më qëndrojë, si thuaç, gjysma e thëmbrës së saj në ajër e kështu me radhë, atëherë ne do të kemi një lëkurë të thëmrës së këmbës të butë, fine, elastike.